përshëndes nga edicioni informativ këtu në Blu Televizion. Do të ndajmë zhvillimet kryesore të kësaj dite, do të ndalemi pikërisht te vizita e Ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia pas ditën e të mërkurës, i cili ka zhvilluar inspektimin e radhës në plazhet e Vlorës, ku ka përcjellë mesazhin se për çdo subjekt që shkel ligjin do të ketë sekuestro të pajisjeve. Ministri është ndalur edhe në zonën e Lungomares, ku janë konstatuar shkelje të subjekteve që kanë abuzuar me hapësirat e lejuara. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia kreu të mërkurën një inspektim në plazhet e qytetit të Vlorës, ndërsa më herët ishte prezente edhe në Ksamil. Respektimi i hapësirave publike të plazheve, hartat e ndara mes privatit, bashkisë dhe publikut, si dhe masat e marra për mbarvajtjen e sezonit ishin edhe pikat e kontrollit. Shkelje dhe abuzim me hapësirat publike u konstatuan në nivel të lartë, tha Gonxhia, referuar Bashkisë së Vlorës, teksa komunikoi se për 2 raste janë vendosur tashmë masa administrative me gjop e për disa të tjerë sekuestrimi i materialeve çadra e shezlong. Tolerancë zero për çdo që abuzon, tha ministri gjatë inspektimit të tij në Vlorë. Sot kemi përcaktuar edhe një herë me shumë qartësi edhe me subjektet, edhe me organet vendore, edhe me organet zbatuese që toleranca për rastet kur cënohet, zaptohet, abuzohet, preket prona publike në plazhet publike, në parcelat që janë jeshile të përcaktuara për plazhet e tyre publik, do tolerancë do jetë zero. Për këtë kemi ardhur sot në Vlorë, ne kemi qenë natyrisht përpara edhe në Kavaj, edhe në disa bashki tjera, dhe po vijon inspektimi dhe kontrolli dhe gjithë monitorimi në gjithë territorin. Jemi krah bashkive, jemi partner me bashkit, pra si Ministria e Turizmit në këtë rast, si Agjencia Kombëtare e Bregdetit, jemi partner me bashkit, duhet patjetër që të ketë koordinim. Ka dhe keqkuptime, ka dhe raste ku ka lapsuse, ka dhe raste ku ka ngatresa, por disa raste sot që ne gjetëm Vlorë ishin shqetësuese sepse ishin zaptime të pastra të parcelave të cilat janë stacione plazhi publike të lira, që do të thotë rëre virgjër, ku njerëzit mund të hedhin peshqir, mund ngulin çadrën e vet dhe mund stolin e vet dhe mund bëjnë plazh me ato që ata duan të sjellin vet nga shtëpia. Të padiskutueshme është e patolerueshme që këto të preken. Sot janë konfiskuar shezlonjë dhe çadra. Kush nuk do të lozi me shtetin dhe me xhepin e vet, sepse do t'i kushtoj kjo lloj loje. Gjoba është rreth 300.000 lekë të reja për këtë shkelje që do vendoset sot në 2 raste dhe merren të gjitha sendet, materialet, shezlonjët dhe çadrat dhe sekuestrohen. Kush nuk do të bëj një shaka të tillë me ekonominë e vet dhe me xhepin e vet dhe me subjektin e vet, është mirë mos ta vijoj këtë tentativë sepse ne do jemi këtu në mënyrë konstante. Qershori është faza përmbysese e të gjithë procesit të lidhjes kontratave. Në 30 qershor madje, edhe ato aplikime dhe ato raste ku ka procedurë, pra ka aplikim për plazhe të caktuara të menaxhuara nga privat apo për plazhe që janë parashikuar të menaxhohen nga bashkitë dhe nuk mbyllet procedura dhe ato kthehen në plazhe publike. Unë një pjesë mirë detyrës time dhe unë e kam për detyrë, sepse duhet të vi dhe unë bashkë me organet vendore të jemi në koordinim për ta ndjekur këtë punë. Por natyrisht do ishte mirë që kjo punë filloj të bëhet një zakon i mbar i të gjithëve, i komuniteteve, po edhe i subjekteve dhe i biznesit. Natyrisht pushteti vendor ka nevojë për suport, se ka dhe raste që nuk i ka gjithë kapacitetet dhe nuk i ka të gjitha mundësitë, duhen mjete, duhen njerëz, duhet kontroll, ne nuk mund të policojmë çdo metër katror. Duhet edhe një ndërgjegjshmëri dhe një vedi edhe nga ana e komunitetit që nuk preket toka pjesa e plazhit publik, sepse ata që e bëjnë të gjë nuk janë nga Mars. Këtu janë Vlonjat, diku tjetër janë Kavajës, diku tjetër janë ne jemi, pra po këta jemi. Kështu që neve duhet të kuptojmë që kjo punë nuk bëhet më. Edhe këtu do ketë masa të forta dhe do ketë deri në sekuestrim, ne kemi qenë sot në gjithë organet e rendit dhe nuk duhet të harxojmë to energji që po harxojmë në këtë moment, edhe aksesi publikut në rërë, në det duhet të jetë i shenjtë. Në Ksamil, pas ngjarjes së rëndë, ku humbi jetën një 22 vjeçar, ministri Gonxhia tha se janë hequr 2 mole të mjeteve lundruese. Ne sot kemi patur 2 aksione në Ksamil përsëri për heqjen e disa moleve të paligjshme, përsëri për të vijuar, për të kthyer ligjshmërinë edhe në det, edhe në breg, sa i takon dhe sigurisë ujore, sigurisë bregdetare. Në vijat e gjata bregdetare si Vlora dhe Durrësi, Kavaja e tjerë, apo Shëngjini apo Velipoja, janë detyrimi bashkisë, po janë ama pajisje të cilat kushtojnë sepse duan dhe mirëmbajtje, ka dhe dallë, ka dhe dëmtime në dimër dhe, si më thënë, po bëjmë çmos që gjithë administrimi me menaxhimin e plazheve të jetë një qasje e re edhe nga pikpamja ekonomike. Prandaj kemi për herë të parë në legjislacionin e sivjetshëm në aktin vendimin e qeverisë që kemi bërë si vjet të plazhet, kemi futur edhe konceptin tipologjinë e re të plazhet të menaxhuar me vetë administrim nga bashkitë. Pra do të thotë me një çmim tavan
por me një vetë financim i cili bëjt mundur që ky të jetë një aktivitet ekonomikisht i përballueshëm dhe si themi të jetë një aktivitet i cili të ketë një leverdishmëri ekonomike për bashkitë, duke ruajtur një çmim tavan normal, të arshyeshëm, të përballueshëm për qytetarët dhe duke shërbyer edhe si rregullator në treg në mënyrë që privatit mos çmendet me çmime. Nga ana tjetër, këshillat bashkiake kanë miratuar edhe tavanet e çmimeve edhe për privatit. Pra, si në Ksamil, apo si në Shëngjin, apo si në Shkodër, 400 lek, 500 lek, 700 lek e ka Vlora, 2000 lek e ka Ksamili, apo 3000 lek e ka Ksamili në disa zona më ekskluzive. Pra, sipas llojit plazhi, sipas popularitetit të plazheve, po edhe raportit sipërfaqe plazhi pushues, ka dhe tarifa tavan që dhe privatet janë detyruar të zbatojnë. Pra nuk mund të lajthisin dhe të çojnë çmimin në qell për ato raste që janë në plazhe private. Gonxha u takua nga afër edhe me disa subjekte private të cilët ankohen për ndarjen jo korrekte që bashkitë kanë bërë, duke lënë pa hapësirë plazhi, hotelet e vijës së parë. Mbi këto ankesa, Ministri Gonxha ka kërkuar përfaqësuesve të bashkisë të rishikohet harta e t'u jepet zgjidhje rasteve. Harta nga Juve ka ardhur dhe nga Juve e dinë të bibliotekë. Dhe nëse do ulesh atë të sqaroj apo dhe që kryet bashki po gati që një program në harta, që po në objekte të tani se bashkia të pranë duhet të përgjigje në shumë të të parë. Me gjithë aspektet që kanë përgjuar e bashkia. Pak që të them vllazë që ne kemi në sistem që është praktikisht nuk e di fare sepse këtu dhe jo atje, po është i vendosur nga bashkia me të drejtën e bashkisë, është organi qeverisë vendore. Për të gjithë ato subjekte të cilët nuk e lidhin kontratën deri në datën 30 qershor, ato plazhe, tha Ministri Gonxha, do të ngelen publik. Gonxha gjatë inspektimit ishte i shoqëruar nga kreu i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, si dhe drejtues vendor të Policisë së Shtetit. Pas inspektimeve të Ministrit të Turizmit, Blendi Gonxha një ditë më parë të enjtë në plazhet të Vlorës kanë mbritur inspektorët të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, të cilët kanë zhvilluar kontrolle në hapësirat publike. Kontrollet kanë nisur nga çështitoria bregdetare për shkak edhe të përqendrimit më të lartë të plazheve. Pas inspektimeve të kryera një ditë më parë në Bregdetin e Vlorës nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, kontrolleve në vijën bregdetare për zbatimin e hapësirës publike, si dhe kritereve të përcaktuara me ligj për ndarjen e plazheve nga përfaqësues të Ministrisë së Turizmit, mëngjesin e kësaj të enjteje në Vlorë ka zbarkuar Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Përfaqësues të kësaj agjencie kanë zhvilluar kontrolle në hapësirat publike të plazheve në Vlorë. Kontrolle këto të cilat kanë nisur nga shëtitoria Lungomare, si pjesa turistike e qytetit, me përqendrimin më të lartë të plazheve. Agjencia Kombëtare e Bregdetit, përfaqësues të qendrës, pra të Tiranës, kanë bëritur në Vlorë për të inspektuar hapësirën publike dhe respektimin e rregullave për ndarjen territoriale të plazheve. Në fokus të tyre kanë qenë zbatimi i hapësirës publike të qytetarëve, e cila është konstatuar e zaptuar nga disa biznese, por gjithashtu edhe parametrat, kriteret që përcakton ligji për vjushmërinë e aktivitetit. Kritere këto të cilat fillojnë nga vrojtuesit të plazheve dhe përfundojnë tek numri i çadrave. Sipas informacioneve, po monitorohen hapësirat e plazheve me në fokus ato publike. Në nisje të sezonit veror, Bashkia Vlorës ka dërguar në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit hartën e plotë të vijës bregdetare me ndarjet e plazheve. Inspektorët e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit kanë kontrolluar pikërisht sot në Vlorë se si po zbatohen hapësirat publike të plazheve, të cilat janë përcaktuar për qytetarët. Është konstatuar që disa nga këto hapësira janë zënë me çadra nga bizneset, gjithashtu në verifikim kanë kaluar edhe hapësirat private të plazheve për të parë tek ata zbatimin e një sër kriteresh të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Kritere këto, të cilat janë zbatimi i madhësisë së territorit për shfrytëzim sipas lejes që posedon çdo biznes, numri i çadrave, kushtet higjieno-sanitare, por dhe mbrojtuesit e plazheve. Sipas Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, të gjitha bizneset të cilat nuk i zbatojnë këto kritere do të përballen me gjoba, si dhe sekuestrim të çadrave dhe shezlonjve.
Në pikun e sezonit veror, në kohën kur qyteti po pret më shumë pushues vendas dhe të huaj, në Vlorë vijojnë të riasfaltojnë segmentet rrugore. Sipas qytetarëve vlonjat, punimet për asfaltimin e rrugës Kosova kanë sjellë kaos në trafik, ndërsa përballen me zhurmat dhe plurin që vijnë nga punimet. Në pikun e sezonit veror, në kohën kur qyteti po pret më shumë pushues vendas e të huaj, në Vlorë riasfaltojnë segmentet rrugore. Sipas qytetarëve vlonjat, punimet për asfaltimin e rrugës Kosova, një prej rrugëve kryesore të qytetit Vlorës, kanë sjellë kaos në trafik duke penalizuar qytetin. Qytetarët thonë se edhe ata vetë kanë të vështirë të kalojnë në rrugët e Vlorës, aty ku krahas trafikut përballen me zhurmat dhe plurin që vijnë nga punimet. Të tilla projekte, sipas qytetarëve, duhet të ishin realizuar në dimër, atëherë kur edhe Vlora ka më pak qarkullim, apo firma e cila po realizon këtë projekt duhet të punojë përgjatë natës kur nuk ka lëvizje të dendur. Qytetarët thonë se të tilla punime në mesin e pikut sjellin veç stres tek qytetarët, si dhe largimin e pushuesve nga Vlora dhe impakti negativ tek ata. Unë nuk jetoj këtu. Kjo është një skandal. Zbresim mbes të rrugës. Ti vit tur bashkisë. Më kej s'ka ku të vej këtu. Më kej na kaj s'ka ku të vej. Tur. S'ka ku të vej. E fjalë më kej na kaj, nuk ka. Unë mendoj që të blokon edhe këtë rrugë dhe do ishte më e mirë të dyja. Se këtu është vetëm për mos kënaqësi popullit, ta bëjnë pak kënaqur. Se dashje pa dashje, o do shash, o do ofendosh, po ofendon atë që udhëheq. Se zgjedhin sezonin veror Për sabotim, kaq. Vetëm për sabotim, për pak kënaqësira në popull. Qytetarët ose me vështirësi. Shiko çfarë bën. Po ka, po le punoj tërnatën. Pastaj, po ka vende plot për të punuar, jo këtu mes pazarit. Ka lagje që janë për i brët, ka reklama, unë gopëm me reklamën. Asfaltimi. Sezon veror. Po tani, ata janë teknikë. Çfarë ka? Se asfalti zbet në dimër, se bie shi. Po qarkullimi, po shtet burdell o kemi ne. Bëj kaq mirë sa s'ka ku të vej. Vështirë është. Njerëzit vinë për plazh, njerëzit vinë për qef, këtu është bërë trafik, shikoj se si është bërë. Si kjo vështirësi për... Po shumë ja, shikoj vetë si është. Se lihen punët për momentin e vetë? Se funksionon? E din të mëdhenjt, ne e s'dim gjë. Ne se i gjimi, ja shikoj e ti. Do rish 2 orë, një kishme autobus, s'ka nga kalon, s'ka nga bën. Se dia do vjes 2 autobusi, se zblokon rrugat. Po jo duket vetë, gjithë këtë trafik të fillot që të bësh punime në rrugë kryesore, kjo është... Pikërisht në sezon veror. Ne në sezon veror këtë se do as perëndia, jo njerëzia. Shumë që këto janë punërat pa mënd. Se si bën 1 muaj përpara, 2 muaj përpara, po fillojnë tani gjithë ky farë tymi, gjithë ky farë ngarkese trafiku. Unë nuk marrë vesh, me gjithë atë është punë e tyre, neve nuk nga pyet njëri. Po mirë nuk është. Nuk është vetëm rruga Kosova e cila do të riasfaltohet, por janë plot 31 segmente rrugor që do të vishen me asfalt për gjatë sezonit veror. Punimet për asfaltimin e rrugës Kosova pritet të përfundojnë brenda kësaj jave, ndërsa ky projekt në total, sipas informacioneve që jepen, do të zgjasë më tepër se 1 muaj. Parlamenti Evropian i kërkon autoriteteve shqiptare një moratorium ndërtimesh në zonat e mbrojtura teksa shpreh shqetësim serioz për zhvillimet e brenda zonës së mbrojtur Vjosnart. Në raportin për Shqipërinë, eurodeputetët kërkojnë që të ndryshohen ndërhyrjet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura që lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në këto zona. Parlamenti Evropian i kërkon autoriteteve shqiptare një moratorium ndërtimesh në zonat e mbrojtura teksa shpreh shqetësim serioz për zhvillimet e brenda zonës së mbrojtur Vjosnart dhe se ndjeken nga afër ato që i quajnë protesta masive paqësore. Në raportin e miratuar për Shqipërinë, eurodeputetët kërkojnë gjithashtu të ndryshohen ndërhyrjet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura që lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në këto zona.
Amendamenti kërkuar nga një grup deputetësh i të gjelbërve në Parlamentin Evropian, i miratuar me votën e shumicës së këtij parlamenti, bën thirrje që çdo projekt në fushën e turizmit në zonat e mbrojtura në Shqipëri duhet i nënshtrohet vlerësimeve gjithëpërfshirëse të ndikimit në mjedis në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë një proces transparent të pjesëmarrjes publike me komunitetet lokale, shkencëtarët dhe shoqërinë civile. Ky është dokumenti i parë që vjen nga institucionet e Bashkimit Evropian prej nisjes së protestave për çështjen e investimit në Zvërnec, që përbën një sinjal të fortë, edhe pse rezoluta nuk është juridikisht detyruese. Miratimin e rezolutës, por dhe amendamentin e përshëndeti dhe kryeministri Rama, teksa veçoi rrëzimin e një tjetër amendamenti të bërë këtë herë nga grupi e Majta, që kërkonin të përmendej me emër projektin në Zvërnec dhe Jared Kushner apo kompania e tij, por kjo nuk u pranua nga shumica dërmuese e ligjvënësve evropian. Kryeministri e quajti ndarje të shapit, të stuhisë digjitale të disinformimit për Zvërnecin nga sheqeri i zonës së mbrojtur Vjosnart, këtë vendimarrje të Parlamentit Evropian. Nga opozita këtë qëndrim të Parlamentit Evropian e komentoi kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili tha se tashmë Edi Rama ka vetëm një detyrë të dëgjojë zërin e eurodeputetëve dhe të shfuqizojë ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura. Raporti përgatitur nga raportuesi Schieder mori gjithsej 483 vota pro. Dokumenti vlerëson progresin e vendit në procesin e integrimit evropian, mbështet fuqishëm antarësimin e vendit, teksa kërkon vijimin e reformave. Kur në Saran turizmi po shkon drejt fashës së lartë, pyetja më e shpeshtë është sa indikuar do të jetë sezoni 2026 nga protestat që vijojnë më shkas Zvërnesin, si zonë e mbrojtur e sipas Sarben Çipës, kreu të shoqatës së industrisë së turizmit. Protestat dhe tubimet janë një drejtë legjitime, edhe pse koha në të cilën mbahen ato nuk është favorizuese për flukset turistike. Në këto ditë qershori, kur në Saran turizmi shkon me shpejtësi drejt fashës së lartë, pyetja më shpesh që shtrohet është sa indikuar do të jetë sezoni 2026 nga protestat që vijojnë, me shkas Zvërnecin si zonë e mbrojtur. Përgjigja që jep kësaj pyetje Arben Çipa, si kreu i shoqatës së industrisë së turizmit të Sarandës, se ngritja në protesta dhe tubime është një drejtë që jep sistemi demokratik, edhe pse koha në të cilën mbahen ato nuk është favorizuese për flukset turistike, pasi sipas tij turizmi është edhe imazh. Çështja e tubimeve e cila ndodh në Tiranë, në aeroportet e tjera, mirë do të ishte që Sarandë të mos zbriste kjo dallk, për arsye se nuk ndihmon absolutisht në momentin aktual. Është legjitime pa dyshim dhe çdo sipërmarrës, çdo pjesëtari, çdo shoqata apo organizate është legjitime për marrë pjesë në tubime, për të kërkuar të drejta e tjera, por gjykojmë dhe ranë një zëri dakord se ky nuk është momenti i duhur për tubime në qytetin tonë. Bota turistike funksionon me imazh, funksionon me shqisin i cili lidhet në anën vizuale. Pavarësisht se ne mund të kemi probleme të natyrës teknike dhe probleme ndryshme brenda vetvetes, dhe është normale kjo, por ajo çka duhet nxjerrë në pak edhe në pamjen vizuale për vizitorët është ajo çka vërtet i takon një destinacioni. Nga ana tjetër, Çipa thot se ndikimi drejt për drejt i protestave që mbahen në kryeqytet është minimal dhe i pakrahasueshëm me reflektimin në lëvizjen turistike të Durrësit apo Vlorës. Kjo sepse sipas tij prurjet më të rëndësishme turistike Sarandës i vijnë përmes aeroportit dhe portit të Korfuzit dhe jo përmes Tiranës. Prandaj dhe anulimet e prenotimeve raportuar nga operatorët turistik të Sarandës, thot ai, janë në shifra minimale. Ajo çka sugjerojmë është fakti se në lidhje me kancelime, nëse ekzistojnë që në Sarandë edhe kjo los rol dhe ka bërë efekt, por në përmasat vogla do thosha, për arsye se dhe pritjet në Sarandë dhe prurjet janë në pjesën e cila dominon nga aeroporti Korfuz dhe kështu nuk janë në kontakt me një komunikim ose me një kontakt tubimeve të cilat kanë tjetër ngjyrë dhe tjetër formë në Durrës edhe aq më tepër dhe në Vlorë. Kështu që ne jemi të parimit që ky është një moment që ne duhet të ekzekutojmë dhe të shërbejmë sezonin turistik me të gjitha forcat tona. Është një moment të reflektojmë nëse ka gjëra të cilat duhen parë ndryshe për trajtimin e shërbimit në të gjitha fushat. Sezoni turistik po vazhdon në nivele të mira, por padyshim edhe kancelimet të cilat kanë ndodhur, të cilat janë në përmasa të përballueshme,
janë lidhen direkt edhe me atë imazh çfarë transmetohet tash nëpër televizionet e huaja edhe për tubimet të cilat ndodhen në Tiranë. Do të preferonim, ashtu sikurse preferuam edhe propozuam në qeveritë e pashme që zgjedhjet të bëjnë një periudhë tjetër jashtë sezonit turistik dhe kjo është e mirë qenë dhe u mor parasysh, atëherë aq më tepër në rastin kur flasim për një sezon turistik, çështjet e tubimeve të natyrave masive, mirë është të zhvendosen një periudhë tjetër ku mund të bëjmë dhe ne palë këtyre tubimeve, por jo pikërisht periudhën e sezonit ku aty ne duhet të ekzekutojmë dhe duhet të jemi në front të shërbimeve maksimale. Turizmi funksionon me imazhe dhe imazhet e tubimeve nuk janë kurrë në favor të turizmit, pavarësisht se ato janë legjitime edhe me të drejtë, por duhet përzgjedhur një moment dhe një kohë tjetër për sa i përket këtyre tubimeve. Nuk u fokusuam te tubimet, por plotësojmë edhe për këtë çështje, ne duam qetësinë, ekzekutimin e shërbimeve dhe mbylljen e sezonit në nivelin maksimal të mirë, duke diskutuar detaje dhe teknika të cilat lidhen me operatorët dhe kjo është brenda shtëpisë. Duke përcjell dhe qasjen e operatorëve turistik të Sarandës, Çipa thot se po kuptohet që turizmi në vendin ton tashmë ka hyrë në një trajektore të re. Prandaj dhe qasja e tyre është mikpritja për ardhjen e investitorëve të huaj që sjellin investime të mëdha dhe serioze. Ajo çka ne bijmë dakord, një zëri, pasi u diskutua dhe u shtrua si çështje, në lidhje me investitorët e huaj, ata janë të mirëpritur për herë, në çdo destinacion dhe në çdo vend turistik ata janë për herë të mirëpritur, pasi turizmi ka ndryshuar tashmë, ka hyrë në një trajektore të re dhe investimet duhet të jenë të mëdha dhe serioze. Në rastin e duhet të bëjmë pjesë si destinacion turistik në destinacione të cilat duam të njihemi në të 4 kontinentet, atëherë i bie që edhe ne të mirëpresim investitorë të mëdhenj. Aq më tepër në raste që kur bëhet fjalë për investitorë të cilët janë me emra dhe të lartësuar le të themi në fushën e tyre, atëherë ky është dhe një privilegj do të thoshja dhe do të thoshim të gjithë së bashku. Pikërisht sot në gjirin e Sarandës ka mbritur dhe kroqera amerikane Severn, ndërkohë që ekspertët e turizmit argumentojnë se protestat paqësore bëjnë vendin ton edhe më interesant në sytë të huajve që çmojnë angazhimin qytetar në jetën publike. Do të ndalemi tek shëndetësia, sulmet e insekteve dhe zvaranikëve, duke se ka nisur më herët në Fierë për shkak të temperaturave të larta dhe mungesës së desinsektimit të hapësirave të gjelbra. Sipas mjekut toksikolog Lulzim Banushi, rastet e para në urgjencën e spitalit të Fierit janë regjistruar që në muajin prill, kur disa fermerë u piskuan nga vejusha e zezë. Sulmet e insekteve dhe zvaranikëve duket se ka nisur më herë në Fierë për shkak të temperaturave të larta dhe mungesës së dezinsektimit të hapësirave të gjelbra. Sipas mjekut toksikolog Lulzim Banushi, rastet e para në urgjencën e spitalit të Fierit janë regjistruar që në muaj prill, kur disa fermerë u pickuan nga vejusha e zezë. Gjatë muajit maj, të paktën 7 pacientë morën ndihmë mjekësore në spitalin e Fierit, ndërsa po aq raste u paraqiten edhe në spitalin Memorial. Konstatohet me shqetësim se me ardhjen e motit të ngrohtë, të bilet të nxehtë mund të themi, me ngritjet e temperaturave të ambientit, fatkeqësisht janë shtuar shumë gjallësat helmuse, që nga insektet, edhe zvaranikët, edhe çdo lloj insekti tjetër që nga vapa është bërë, domethënë, helmues dhe agresiv, edhe alergjik. Kjo vjen jo vetëm nga vapa, por kjo vjen edhe nga mungesa e dezinsektimeve dhe deratizimeve nëpër tokat bujqësore, nëpër vendet dhe ambientet ku rriten dhe zhvillohen këto gjallësa. Kemi rritje të rasteve të pickimeve nga insektet dhe rastet klinike janë më të rënda se sa vitet e kaluara. Në ana klinike zhvillohen forma mesatare edhe forma të rënda. Edhe raste domthonjë të kafshimeve nga gjarpi dhe nga neperga që sidomos gjarpi që nuk është shumë elmues, por neperga është elmuese dhe krijon klinik të rëndë me herë. Jemi detyruar që, domethënë, kolegët e mi në fakt janë detyruar që të nisim për trajtim të mëtejshëm pranë klinikës universitare për arsye të forcës së helmit, rritjes së gravitetit të sëmundjes.
Sipas mjeku toksikolog Lulëzim Banushi, shqetësues mbetet fakti se përveç pickimeve nga merimanga e zezë dhe akrepat, janë regjistruar edhe raste të sulmeve nga zvaraniksi në përka. Temperaturat e larta dhe thatësira ndikojnë në rritjen e përqendrimit të helmit, ndërsa mungesa e dezinfektimeve favorizon shtimin e tyre. Moti i nxehtë është i pari që ndikon, thatësira dhe moti i nxehtë ndikon në mënyrë absolute, ndikon domethënë sepse ndikon në koncentrimin dhe në përqendrimin e toksinës të helmit. Duhen zbatuar disa këshilla, disa shumë veç dezinfektimeve, deratizimeve në ambientet domethënë bujqësore dhe në ambientet të oborreve, të shtëpive, të tokave ku ashtu duhet marrë masha dhe të punojnë me mjete mbrojtëse, me doreza, me cizme, me maska, me kominose. Duhet kontrolluar vendi përpara se të futush duart edhe bësh punë të ndryshme, duhet kontrolluar vendi me kujdes, sepse kjo shton pastaj rrezikun për jetën, shton dhe invaliditetin, shton dhe shumë gjëra të tjera. Të gjithë ata që kanë oborre, që kanë, duhet të kontrollohen oborret për arsye se edhe nëpër oborret brenda qyteteve janë shtuar edhe insektet që nga merimangat, akrepat, gjithashtu edhe gjarprindën e përkat. Sidomos për fëmijët e vegjël janë shumë që luajnë nëpër ambientet e oborrit dhe të baçës, me efekt shumë duhet kujdes i madh. Vetëm një ditë më parë, në qendër të qytetit të Fierit u pa një gjarpër i cili sipas ekspertëve nuk është agresiv, por prania e tij në zonë urbane mbetet shqetësuese, ndërsa alarmi për shtimin e gjarprinjve dhe shfaqjen e tyre pranë zonave të banuara është dhënë kështu jo zyrtarisht nga strukturat shëndetësore, ndërkohë që në zonat rurale janë regjistruar rastet e para të sulmeve nga insekte dhe zvarranikët. Një aksident është regjistruar gjatë natës së mërkurës pranë syrit të Kaltër në bashkinë Finiq, ku 2 persona, njëri prej tyre shtetasi huaj, është rrëzuar me motor në një umner rreth 15 metra në anë të rrugës. Fatmirësisht, të 2 qytetarët janë jashtë çdo rreziku dhe kanë pësuar vetëm lëndime të lehta. Një aksident është regjistruar pranë syrit të Kaltër në bashkinë Finiq, ku 2 persona, njëri prej tyre shtetasi huaj, janë rrëzuar me motor në një umner rreth 15 metra në anë të rrugës. Sipas informacioneve paraprake, 2 qytetarët po lëvizin me motor në aksin pranë zonës turistike, ku në rrethana ende të paqarta kanë humbur kontrollin e mjetit dhe kanë përfunduar jashtë rrugës. Fatmirësisht nga aksidenti të dy kanë pësuar vetëm lëndime të lehta, ndërsa menjëherë pas njoftimit në vendngjarje kanë bërritur forcat e ndërhyrjes së mbrojtjes nga zjarri, si dhe strukturat e policisë dhe urgjencës mjekësore, të cilat ndërhyn për nxjerrjen e tyre nga zona ku kishin rënë. Pas operacionit të shpëtimit të lënduarit u transportuan drejt spitalit të Sarandës, ndërsa po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa paraprakisht dyshohet se humbja e kontrollit të motorit ka sjellë daljen e tyre nga rruga. Vendimi për amnistin bëri në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale të Vlorës, udhëzimi përkatës që pritet të përcaktojë numrin e personave që do të përfitojnë në paraburgimin e Vlorës. Në këtë institucion bëhet fjalë vetëm për ulje të viteve të dënimit dhe jo lirim të menjëhershëm, pasi ende janë në pritje të vendimeve të formës së prerë nga gjykata e shkallës së parë. 466 persona do të lirohen direkt, ndërsa 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Amnistia fiskale do të kaloj sot në parlament, ndërkohë që udhëzimet kanë mbritur edhe në të gjitha institucionet e votës së dënimit në vendin tonë. Një urdhër i tillë ka mbritur edhe në IVP Vlorë, ndërsa pritet që në këtë të fundit të përfitojnë kryesisht persona të cilët pritet të marrin vendimin e formës së prerë dhe më pas të përfitojnë ulje dënimi. Pra nga 869 persona të cilët do të përfitojnë ulje dënimi, do të përfitojnë dhe ata të cilët janë ende në pritje të vendimit të prerë nga gjykatat e shkallës së parë. 466 persona do të lirohen me njëherë, ndërsa 869 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit nga amnistia. Udhëzimet përkatëse kanë bërritur në të gjitha institucionet e vojtjes së dënimit në vend. Një udhëzim i tillë ka bërritur edhe në institucionin e qytetin e Vlorës. Tashmë pritet të përcaktohet saktësisht numri i personave që do të përfitojnë në paraburgimin e Vlorës. Sipas informacioneve paraprake, personat që ndodhen në këtë institucion pritet të përfitojnë vetëm ulje të viteve të dënimit dhe jo lirim të menjëhershëm, pasi ende janë në pritje të vendimeve të formës së prerë nga gjykatat e shkallës së parë. Megjithatë, ata që pritet të përfitojnë nga amnistia janë kryesisht persona të dënuar për veprat e lehta penale.
Referuar amnistisë në shkallë vendi, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgjet me styre 11 gradë dhe 1 imitur, ndërsa nga ulja e dënimit do të përfitojnë 869 persona, përfshirë 8 gradë dhe 8 të mitur. Sipas vendimit për amnistinë, nuk do të përfitojnë personat që janë nën hetim ose nën jurisdiksionin e strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar, SPAK. Do të rikthehemi bashkë me aktualitet prej kësaj të enjte ka hyrë në funksion hyrja e re e portit të Vlorës pas përfundimit të investimit që lidh rrugën transballkanike me territorin portual. Në këtë zonë është vendosur dhe një pikë e re kontrolli për verifikimin e automjeteve që hyjnë dhe dalin nga porti, ndërsa hyrja e vjetër do të përdoret vetëm për mjetet e tonazhit të rëndë. Prej ditës së enjte, hyrja e re e portit të Vlorës do të jenë nga pjesa perëndimore, si pasojë e bashkimit të rrugës transballkanike me godinën e portit të Vlorës, tashmë është vendosur dhe pika e kontrollit, e cila kontrollon çdo automjet në cilin hyj dhe dali nëpërmjet pikës kufitare të portit të Vlorës, ndërkohë që pjesa veriore, e cila më herët përdorej si porta hyrëse për të gjitha automjetet, do të jetë për mjetet të tonazhit të rëndë, të cilët do të hyjnë në kantierin e ndërtimit për investimin e Vlora Marine. Prej mëngjesit të kësaj të enjte ka hyrë në funksion hyrja e re e portit të Vlorës, e vendosur në zonën perëndimore të portit. Kjo hyrje është bërë e aksesueshme pas përfundimit të investimit që lidh rrugën transballkanike me territorin portual. Në këtë zonë është vendosur gjithashtu një pikë e re kontrolli ku do të kryhen verifikimet për të gjitha automjetet që hyjnë dhe dalin nga porti. Autoritetet synojnë që përmes kësaj infrastrukture të re të përmirësojnë qarkullimin e mjeteve dhe të rrisin standardet në hyrje-dalje. Ndërkohë hyrja e vjetër e portit do të vijojë të përdoret vetëm për mjetet e tonazhit të rënd, që janë të angazhuara në investimin dhe punimet që po zhvillohen aktualisht në këtë zonë. Hyrja e re do të shërbejë jo vetëm automjeteve, por edhe të gjithë pasagjerëve që udhtojnë drejt Italisë ose kthehen prej saj me traketet e linjës. Kjo pritet lehtësoj edhe lëvizjen e udhëtarëve dhe të shmang ngarkesën që krijoi më parë në hyrjen ekzistuese. Megjithëse investimi kishte nisur prej kohësh, vetëm nga kjo e enjte e ishte vënë plotësisht në funksion. Tashmë infrastruktura e re është aksesueshme si për automjetet, ashtu edhe për pasagerët. Deri më sot domatja shërbyer në tryeza si sallat apo perime veçantë në shërbim të organizimit dhe larmisë përdorimit të asortimenteve larg specialitetit të ëmbëlsirave. Por sot nëpërmjet domatja servire si ëmbëlsirë, duke thyer kështu tabun e tomates vetëm si perim. Deri më sot domatja shërbyer në tryeza si sallat apo perime e veçantë në shërbim të organizimit dhe larmisë së përdorimit në asortimente larg disiplinës së ëmbëlsirave. Por sot nëpërmjet domatja serviret edhe si ëmbëlsirë. Tabune ka thyer punishtia Bonja, një prej njësive me traditë të hershme në prodhimin e glikove të famshme të përmetit. Iniciativa ka qenë e Liri Bonjos, administratore së kësaj njësie të prodhimit të glikove, e cila guxoi të thyente Tabun se domatja është vetëm perime, duke kthyer atë në një produkt që mund të serviret edhe si gliko, madje me një recetë që pakush mund ta besojë. Fillimisht në fokusin e gatimit të domates për ta shndruar në gliko janë marrë domatinat, pasi janë dhe më praktike për t'u gatuar. Praktika e gatimit të tyre për gliko është pothuajse e njëjtë si ato të arrave, kumbullave apo dhe kajsive. Por recetën sekrete Liria, e cila qëndron larg ekspozimit nga kamera, nuk dëshiron ta ndajë me askënd, madje as me Mariantin, mjeshtrën e përgatitjes së glikove në këtë punishte dhe një ndër mjeshtret më jetëgjatë në qytetin e Përmetit. Vetë Marianti shpreh se nisja e prodhimit të glikos me domate është mirëpritur nga konsumatorët si një risi që të çon drejt suksesit. Glikon e domates e kemi filluar neve të parët. Në fillim e filluam pak se kishim merak si do dilte, po na doli shumë mirë, të tërë kanë mbetur të kënaqur, e pëlqejnë shumë, të gjithë që vinë e kërkojnë procesi domates. Në fillim marrim kukrën e domates. I japim një val të lehtë. Jo val, sa e ndjen në ujë për 1 minutë, e heqim, i heqim cipën, e të shpojmë, e vëm në ujë me gëlqere, pasta e marrim me shplaj mirë, përgatitim sherbetin. Është shumë i kërkuar ky produkt? Shumë i kërkuar. Të gjithë që vinë na e kërkojnë. Të gjitha i kemi shumë të mira me cilësi edhe nuk e zë, për shembull likoja likon për vitin tjetër. Po mbas arrës vjen domatja pathuxhani që e kërkojnë. Si produkti i ri që është hedhur, që e kemi hedhur, e kërkojnë shumë. Shalqini liko e vjetër, fiku liko e vjetër. Do një kujdes të veçantë për përgatitje,
Ne mundohemi me të gjitha mënyrat që ta nxjerrim sa më të mirë. Punishtja jonë është punishtjet ndër të para të likove të përmetit. Filloi të shtoj dhe prodhimi, mbetën të kënaqur njerëzit, sa vinte shtoj më mirë. Punishtja në fjalë përveç glikos me domate pak më herët ka guxuar që të prodhojë dhe glikot me panxar të athët, apo dhe gliko me patëllxhan, duke sfiduar në këtë mënyrë punishtet e tjera nëpërmet që ngelen te gatimi tradicional i ëmbëlsirave nga frutat. Por kjo punishte është e vetmja që mbron traditën dhe i mshon asaj duke sfiduar teknologjinë moderne. Ju përshëndes për vëmendjen, mirupafshim.